huaj, po më mirë se shqipe nuk flas asnjë gjuhë. Edhe flas shqip, flas troç, kam fol gjithmonë si duhet për Shqipërinë dhe me Shqipërinë dhe është e vërtet që ajo detyrë është nder i madh, po çdo detyrë këtu në kuvendin e Shqipërisë është po ashtu nder i madh. Kështu që jam e qartë, jam e qetë, e vetmja gjë për cilën më vjen keq është që largimin e paralajmëroi Sali Berisha në sallën e kuvendit dhe jo ndonjë tjetër. Vetëm për këtë jam e habitur që i doli fjala për asgjë tjetër. Zonja Tabaku. Okej, atëherë zoti Sali Berisha ka fjalën. Eliza, je viktima më e parëndësishme e lubis dhe më e merituara në një kohë kur syt e shqiptarëve drejtoshin drejt asaj sikur t'ishte korbe e zezë, në fakt aty afër është, ti na bie si nuse këtu. E veshur me të bardha, me të gjitha aksesoret, po pse qa kujton ti se barhan të lubia? Ndaj dhe se ke nga Sali Berisha, jo, e ke nga vetja jote. Se jo që se mbrojë, po për kudrazi, gëzoheshe se tani do bëheshe ti zëvendës kryeministre. Nuk ta prishte mendja se i të kjo tjetra. Kloni lubis. Ja ku e ke klonin. E ti ke probleme të mëdha në shkenca. Kjo është kloni. Ndaj dhe nuk e ke nga Sali Berisha atë. Se për Sali Berishën, Edi Rama të lartëson të një lloj si këte, si të lartësoj këte klonin e lubis. Po e ke nga vetja jote. Se more përpjet ti, këtani iku lubia, theja, edhe të gjithë këta shifri, unë do jem lubia ju thoshte kjo. Edhe këta, të dhanë atë që meritove. Zonja Spiropali për replik. Si shte replike është e procedur? Një minutë, të lutem. Zoti Berisha, ju lutem dëgjoni, ta mos i dëgjoni. Zoti Berisha e mori fjalën për procedurë dhe ishte regjistruar procedurë dhe kishte 3 minuta fjalën. Fjala ishte 3 minuta për zotin Berisha. Okej, Zonja Spiropali, replik. I nderuar kryetar, replika ishte me deputetin Belind Këlliçi dhe jo me deputetin Sali Berisha që nuk lë radhë këtu për t'ju marrë fjalën deputetëve të tij. Ishte për Belind Këlliçin. Kështu që unë tani replikën e kam me Sali Berishën dhe nuk e dia, po sigurisht shkakton një lloj emocioni caktuar që do kthehem të bëj replika me Sali Berishën. Të gjithë e kanë nga vetja, Sali. Asi nuk e ka nga të tjerët, të gjithë nga vetja e kanë. Unë nga vetja, ti nga vetja, të gjithë nga vetja. Dhe për veten vetëm mbajmë përgjegjësi mbi këtë dhe. Kështu që ta bëjmë analizën, të shohim se ku jemi e ku ishim dhe të shohim edhe për të ardhmen. Por nëse ti bën analizën e vetës të tjerëve, që sigurisht ti s'ke asnjë përgjegjësi se ti nuk lëviz dot më një gur, jo të lëvizësh njerëz nga qeveria apo vetë qeverinë, por vetja është ajo që na sjell ku jemi dhe vetëm për veten mbajmë përgjegjësi. Për të tjerat mbajnë përgjegjësi ata që i bëjnë. Faleminderit. Faleminderit. Jo s'ka replik, mi replik zoti Berisha. Zonja Vokshi. Zonja Albana Vokshi, për procedurë këtë kuar fjallën. Po pra merrni fjallën. E ta doktori për procedurë para meje. Zoti Berisha e kërkoi për procedurë para meje. Kjo që dëgjuam ishte replika e zonjës Spiropali mbi fjallën për procedurë të zotit Berisha. Doni fjallën procedurë? Një pja zotit e kërkoi para meje për procedurë. Zonja Josefina Topalli.
Për procedurë. Po e ka marrë, pra e mori fjalën në procedurë, foli në procedurë. E mori për replikë o zotërin. Unë e caktoj sipas kërkesës së deputetit. Po jo pra jo Deputeti Berisha kishte kërkuar fjalën në procedurë, kur i erdhi radha procedurë mori fjalën sipas radhës. Ju lutem, zoti Nota. Zonja Topalli, shumë faleminderit. Më skuqe. Po. Zoti Strazimiri? Zoti Gen Strazimiri? Ore, më fali minut, ke një listë me ca emra para Po listën po ndjek. Po jo mos po ndjek atë listë, kam 6 veta para mor burr. Çfarë liste ke ti, çfarë liste kam unë? Strazimiri, do ta marrësh fjalën? Ore, ndiq listën. Ndiq listën mor zotri. Do ta marrësh fjalën e ke. Ore, ke Sali Berisha, Klevis Balliu, Flamur Noga, Jorita Tabaku, Albana Vokshi, pastaj jam unë. Atëre, kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në këtë vend janë depozituar një kërkesë për interpelancë, 13 dekrete. Nuk e more fjalën zonja Vokshi, ta dash fjalën. Nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, titujt e nismave depozituara mund t'i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në faqen zyrtare të kuvendit. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër 979 fraksion 1, protokolli, datë 4/3/2026 të kryetarit grupit parlamentar Partisë Socialiste, për ndryshimin e rendit ditës së seancës sotme, datë 5/3/2026, ku kërkohet që të shtohet si pikë e parë në rend e ditës votimi 13 dekreteve të Presidentit të Republikës së Shqipërisë për emërim dhe shkarkim zëvendës kryeministri dhe ministri. Në bazë të neneve 31.2 dhe 49.3 e rregullores kuvendit, propozuesi diskuton jo më shumë se 3 minuta dhe kanë të drejtë diskutojnë një folës pro dhe një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta secili. Kush e do fjalën nga propozuesi? Zoti Balla, propozuesi. Zoti kryetari kuvendit, bazuar në nenin 31.2 dhe nenin 49 të rregullores kuvendit, në frymën e kushtetutës se shqyrtimi i dekreteve hyn me njëherë në seancë, më lejoni që në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste t'i falenderoj ministrat, antarët e Këshillit Ministrave të cilët largohen nga qeveria për punën e tyre të mirë dhe po ashtu t'i uroj suksese kolegëve të cilët hynë në qeveri ose ndryshojnë pozicionet në qeveri. Suksese, punë të mbarë për Shqipërinë 2030. Faleminderit, fjalën kundër, 2 minuta, zoti Bardhi. Për procedurë morët. Fjalën pro, 2 minuta. Atëherë hedhim në votim të hapur me kartona propozimi për një ndryshim të rendit ditës. Kush është pro? Se mori pa kundër. Pro. Kundër. Abstenim. Tek dhe 3 vota pro. Miratohet kërkesa. Vazhdojmë me rendin e ditës. Projekt vendim për miratimin